Unë jam në gjyq jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdal, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën.